Arenet Rada Z Gjilani u mbush me njerëz që ishin të interesuar për ta ndjekur nga afër festivalin Rising Stars. Ky festival është një ngjarje ndërkombëtare e muzikës që mbahet çdo vit në Kosovë, organizuar nga Qendra Kulturore Artistike Mollkuqet në Gjilan. Ky festival ka për qëllim të promovojë talent të rinj nga e gjithë bota, duke ofruar një platformë për performancat dhe bashkëpunimin kulturor. Festivali ka ofruar performancë muzikore nga talent të rinj nga më shumë se 15 shtete të ndryshme. Atmosferë konkurruese dhe festive. E mbështetur nga një juri ndërkombëtare dhe po ashtu aktivitete për të gjithë, përfshirë punëtori, masterclass dhe vizita në prapaskena. Me të arritur të pranishmit pozuan para tapetit të kuq, duke dhënë show e treguar emocionet e tyre. Nuk ishte si të mungonte dhe një koqira kryesore mbrëmjes, themeluesja dhe ajo që jep shpirt për çdo vit këtij festivali. Bëhet fjalë për Arta Haziri Nuhio, e për Nzuma ajo i tha për shtypjet e saj. Me realizu një festival ndërkombëtar, padyshim që kërkon një guxim jashtëzakonisht të madh. Nuk ka qenë fakti që ne t'i mbledhëm gjithë këto shtete i lehtë, por realisht me një energji dhe me një vullnet gjithçka arrihet kur ti e ke të qartë vizionin se çka don me ofru me një koncept siç është Rising Stars. Për këtë Arta shton se është edicioni 8 që uron e shpreson që shumë shpejt ju vetëm Gjilani të jetë adresë për të qenë ky festival. Bër vite jemi hasur edhe pa mbështetje, po kemi luftu fort me mbajt gjallë si edicion dhe jam shumë e lumtur që sot po shënojmë dhe gëzojmë mbështetje nga Ministria e Kulturës dhe nga Drejtoria për Kulturin dhe Sport. Dhe uroj që viteve të ardhshme, pse jo një natë të Rising, ta dërgojmë edhe në kryeqytetin tonë në Prishtinës, por Rising do të mbetet në qytetin e Gjilanit, sepse unë vi nga qyteti i Gjilanit dhe qyteti tim kam dëshiruar t'ia arrisjem një ngjarje aq të madhe siç është ky festival. E për ta përmbyllur këtë pjesë të bisedës në mënyrën më të mirë të mundshme, Arta ka një mesazh që duhet patjetër ta dëgjone. Një nonë e 2 fëmijëve. Gruaja për faktin që lindë dukon fëmijë dhe mbi gjitha zoton karrierën, sepse është mësuar me një jetë ndoshta në presion dhe me dinamik dhe ajo është e fortë dhe e gatshme të përballojë çdo sfidë. Realisht gjithë jetës, të gjitha gjërat që i kam projektuar në trunin tim, kam arrit mi realizu, falenderoj Zotit për guximin që ma ka dhënë, për vullnetin dhe për kushtimin për me risjell artin, pasionin, muzikën nëpërmjet këtyre artistëve të mëdhenj ndërkombëtar, që sot kanë më na fal emocione pa fund. Besoni në ëndrat e juaja, nisni me gjërat vogla, se një ditë ato gjërat e vogla do të bëjnë gjërat mëdha. Filloi ndarja e çmimeve sipas kategorive XS, S dhe kategorive ML, ku secila artist pavarësisht moshës interpretuan këngët e tyre, duke i shtuar krijimtarisë mirënjohje të çmime. Nzumi u sjell disa pamje ekskluzive nga Teatri i Gjilanit, ku mund t'i shihni talentet e shkëlqyer duke dhuruar momente të këndshme, fiks si një shfaqje e vërtetë. Familja Rising Stars është prova që kur pasioni takohet me vizionin, kufiç zhduken dhe ëndrat fluturojnë.